Sapo ka përfunduar gjysmëfinalja e parë e Kupës së Shqipërisë në futsal, Vllaznia fiton bindshëm 15-4 ndaj ekipit Tiranës Jata me presidentin e futsallit shkodrane Fisnik Borbullushi. Urime zoti president. Faleminderit. Një start i mbar i sezonit. Po, një start i marr, pavarësisht me një ekip i cili nuk ka shumë eksperiencë futsal dhe rishtasi është përfshi në këtë disiplinë, por jam i kënaqur me performancën dhe shpresojmë që këtë trofej që mundume për me organizu në Shkodër, ta marrim në Shkodër. Pikërisht për organizimin, fakti që po zhvillohen këto gjysmëfinale dhe finale në Shkodër është një rishie dhe duhet vlerësuar dhe Federata Shqiptare e Futsallit dhe Bashkia e Shkodrës që së bashku me ju si presidencë mundësuan këtë event që të jetë për publikun shkodran. Po, faktisht e kërkesa emja në Federatën Shqiptare e Futbollit që ta organizojmë në Shkodër për arsye dhe të popularitetit që këtë disiplinë ka në këtë qytet dhe jam i gëzuar që erdhi këtu. Të flasim pak për ndeshjen, skuadra që kishte përballë është kampione në një disiplinë tjetër të futbollit, në Sandres. Po, në Sandres. Por bën debutimin e parë, ishte një skuadër jo pa brum, por Vllaznia dominoi. Po, patjetër, është ekip i cili e njohin njëri tjetrin dhe kanë luajtur në disiplinën e tyre, por parketi është diçka krejt tjetër dhe prandaj ndoshta u pa kjo diferencë. Por Jata do jetë pjesë edhe kampionatit kombëtar të futsallit, kështu që besoj që do kenë rritjen dhe do jetë një ekip kompetitiv në këtë disiplinë. Pam një Vllazni me element të ri, pra duket se merkatoja shkodrane e futsallit ka funksionuar këtë sezon. Djemtrit që debutuan me sukses, ndërto pam edhe autorin e 2 golave, Mateo Çardakun, i cili bëroi debutimin e parë me sukses. Po, ne çdo vit e kemi parim që të ofrojmë elementa të ri dhe Çardaku i Ziku janë dy afrime të cilët janë në botën e futbollit, kanë luajtur më përpara me ekipet e trive dhe po ambientohen tash në futsallën dhe janë afrim i cili e përforcon ekipin dhe e rinon praktikisht frymën e ekipit. Krahas Çardakut, fatë edhe ju është Joalti Ziku, një tjetër ish futbollist i Vllaznisë që është bërë pjesë e skuadrës, po edhe 2 portierët Ermaldin Tafa dhe Harald Jahaj. Mendoni që do të jenë një mbështetje, një freskësim për skuadrën? Patjetër, e kam fjalën tek groshetimi i përvojës, që janë disa elementë me përvojë në skuadrë dhe ky brezëri e freskon skuadrën. Po, praktikisht kjo është ajo që kishim gjithmonë në mend që eksperienca e lojtarëve si Behari, si Tafili, si Gokaj, Çoklaj e kështu me radhë të shërbej si një mësim në fushën në parket për ekipin e elementit të ri. Flasim për finalen, që është në prag. Cilin për skuadrave preferoni më tepër? Flamurtarin apo Tiranën, se do të luajnë pas jush? Nuk mund të them që kam një preferencë për Partizanin, për Flamurtarin apo Tiranën, por besoj që tani do shohim një ndeshje shumë fort dhe më i miri ka me dalë për këtyre 2 ekipeve dhe jemi gati për çdo që të përballojmë në finale. Dëshirojmë që me që kupa ka ardhur deri në Shkodër, ta mbajmë në Shkodër. Pra pas trofeut titullit kampion që e fituat në Kryeqytet sezonin e kaluar ndaj Tiranës finale, pjesëmarrjes në Ligën e Kampionëve të suksesshme, po themi, edhe një kup i duhet në vazhdimsi për të plotësuar dhe për të vijuar historinë pozitive të Vllaznisë së futsallit. Patjetër, kjo është objektivi i radhës, Kupa e Republikës është objektivi i radhës. Ne qëllimi jonë është çdo trofej për cilin losim ta sillim në Shkodër, pas Kupës Republikës që inshallah keni në sukses do ikim në torneun e Ulqinit, i cili është po ashtu një kompeticion ndërkombëtar që na ka rrit shumë në eksperiencën e fundit që kemi pas. Kështu që patjetër ne jemi Vllaznia dhe synojmë vetëm trofej dhe asgjë tjetër. Suksese, zoti president.